Për shembull, nëse aty ke te instalatori që është bërë një kullë kuqe, nuk e di si quhet ai marketi. Po dhënë Zoti që aty mos ndodhin ai fatkeqësi. Te ajo që është kështu si ngjyrë ndryshko? Po, me ngjyrë ndryshko, po. Po. Nuk e di dhe çfarë masa ja marr atje për të bërë atë ndërtimin atë hapësirë. Si është izolimi aty? Po nuk e kam parasysh si e kam bërë, po. Nëse ndodh një aksident, atje ka pak hapësirë për të vepruar. Për të vepruar. Edhe lartësia është e madhe. Shumë e madhe. Kjo do të parë, unë bërë edhe një shkrim një herë, ai gazetës tha. Unë nuk e botoj tha sepse ne me këta miq po mbajmë. E kuptova. E kuptova. Po disa pallate zoti Ngjëqari që më duket se është edhe një bashkëpunim edhe me Bashkinë, në mos gaboj, që po bëjnë fasada, domethënë po izolojnë. Si është kjo? Atëre, po ta vesh Bashkia ka shkuar, më duket me sa kuptoj deri në vit të siguroj të qarkullojnë mbi 900 milion euro. Në mos gaboj. Po? Kjo bashki që do fishoj ujin 2 herë, tjera që ka rrit taksat maksimum. Ajo, jo vetëm që është e vonuar. Izolimi? Jo vetëm që është e banuar, që kontributi kësaj bashkie. Po ata dalin që abuzojnë me fonde, ata do të ishin bërë me kokë të punë. Ata përqendrojnë vetëm në këto rregullimin e brendshëm midis rrugëve të. Po nuk do ta ai këtë model do ta shpejtoj. Po jo, po si do t'i bëjë se mos i bëjnë ato me polesterol? Jo, nuk ka. Do të thënë ju duke thënë që të gjitha projekte për fasadat e pallateve, unë nëse do kisha dorë do vendosja leshin e Gurit. Po ato i kanë bërë tani, një pjesë e kanë bërë me sa di unë. Po nëse çfarë mund të bëjnë ata shpunë tyre, unë po flej i gjap gjykimin tim. Thonë, ky polisteroli është një lëndë djegëse. Një kërkon mirëmbajtje që mbas 10-15 vjetësh do i dali krizë me këtyre. Kur të bën jolla. Si do bën jolla? Do të thonë që bëhet ajo shpërbërja. Po shpërbërja sepse janë struktura nga më ndryshme. Kjo është literatura. Ka kosto më të ulët në fazën fillestare. Po. Ka shkëputje në se temu aftësia e lidhjes tyre me strukturën e murit është më e dobët. Po. Edhe shkëputja ka mirëmbajtje më të shpeshtë. Tani këto i bën gjitha Ministria e Infrastrukturës. Po. Tani nëse ju do kishit mundësi dhe do bisedonit me Ministrin e Infrastrukturës dhe me Kryeministrin, dhe ju thoshte zoti Ngjëqari, na jep një mendim që çfarë duhet bëjmë në këtë situatë në Tiranë, dhe jo vetëm Tiranë, se ne flasim Tiranë. Faktikisht unë kam bindje që atje ka njerëz të mençur, po nuk e pyesin, po ata nuk e pyesin, po i pyesin nuk janë vendimarrës, kjo është, se kam dëgjuar shumë specialista. Mirë, po unë nëse do kisha ndodhur, nëse ju do të thonë, ja ligj të punë. Pallatet, fasadat në Tiranë dhe të gjithë kategoritë, polisteroli, FK dhe leshi xhamit nuk do përdoret. Pik. Po ato që i kanë, du t'i hiqen? Jo, nuk besoj, mund të merren masa. Si masa? Tani ç'ndodh? Katët e para të tyre. Të katët e para, gjithmonë. Të eliminohet një pjesë e mundësisë një. E dyta, midis katëve vendoset një rresht dhe kthehet ka dhe Europa, vendoset një rrip i caktuar me lesh uri. Si ka një terminologjinë për kace. Do të thënë, edhe brenda këtyre mund të gjende zgjidhje që të përmirësohet. Do të thënë, edhe të izolohen dhe të krijohet mundësia që të shmanget sa më shumë ajo mundësia e djegshmërisë. Fjala juaj në vesh të Perëndisë, sepse të gjitha këto që ju i thatë për interes të publikut, nuk i thatë për interesin tuaj personal, dhe do ishte me shumë vënd që të gjithë drejtuesit e institucioneve dhe dikastereve qendrore të dëgjonin këtë vërejtje. Por kështu si model, ku është marrë, se ju thatë disa modele në Vjenë, në Hollandë, thatë ju po, këto ku i marrin, ku i blejnë dhe këto polisterolin, se dhe kjo ka një qikë rëndësi, Tani ka një këto tregtia e ndërtimit blet kudo në Evropë. Jo, mos i marrin edhe ka Kina dhe unë pa në Evropë. Po, Kina është baza. I marrin Kina, pra. Po edhe Itali, edhe në Turqi. Po dhe ti ka lloj-lloj në këto. Atje thonë, si e do. Si e do, Pa tjetër. Atë më të lirë, mi thot ai.
është fazë tjetër. Po unë do të shtoja një gjë, sepse ju më ngacmoj, ju e shtytarin këtu. Sasia e lekëve që do harxhohet këtu për gjithë të rekonstruksion, do ishe me vogël, se sa lekë që do ishin për të vendosur këtu lesh guri, material guri, të lesh e gurit. Me vogël, e? Po pa tjetër. Po sepse ajo si material është 20% me lartë. Por ama, edhe si masë është me pakët, të kjo të kapot, bëhet më rigide, nuk merë flak, lidhet më mirë me strukturën e tullë dhe të gurë, se gurë është gurë pa e është fjezua, dhe njëti gurë është. Nuk është material organik nga nafta ose nga silici, si që është kjo leshi qamit ose kjo polisteroli. Pra, në këtë kuptim, po këtu nuk është, më falë, po këtu nuk është vetëm kjo djegja, kosto. Po këta, këtë zjarë fiksi, ta paguan për të punuar për punë. Për një konvejer i tërë, po këta njerësut dhe kjo dëmtuar jo prishqetësia, është një kosto kjo? Po pa tjetër. Pra, tërësia e kostove të këtyre nuk është thjesht në... Dhe faktikisht unë analizoj e sa i kushton në shqiptarë blokimi sheshit Skënderbej, lexoj një material, sepse i bërë një analizjer, edhe këndet një javë të fakultetit, sa i kushton shqiptarë blokimi sheshit Skënderbej. Se e trajtoj shu, që ti të ka zjedh populli dhe po bën një shesh me gungës, po në rregull, parë që arkitektonik në rregull. Po ti krahasi bën këtë do zgjidhësh qarkullimin. Dhe që bëra, që droja një javë të vajta 33 shmata makinët e toptani, në zhjerë sa makinë dalin pik, sa ishe koqëndrim se bin vërdal to, janë blokuar të gjithë rrugët blokohen edhe bin vërdal sheshit. Sa kushton pikë caktuar, me llogari, në fund fare gjeti material evropian që thotë, nuk është thjesht kosto blokimit, po dhe ju që blokoheni në kaq orë që bjem kaq makina, vetëm stresi, shqetësimi që të krijon nuk është pak. Edhe këto familje që janë djegur këtu, e para njërë djegja nuk është uniforme në familje. Pra, ta shkuan për të parë çfarë është djegur. Pra, këtu ka një kosjo, jo vetëm të materialit, po dhe shqetësimet që janë krijuar këtyre. Dëma, pasojat, po themi... Dhe Evropa, për shembull, kur dënon një shtet për në këto arbitrazhe, thotë nuk janë thjesht lekët që keni hedhur për ndërtim. Po edhe pasojat zinxhir që janë. Pra, e parë kështu, kjo pamje më të bukur nuk ka që tregoni realitet. Këto dhe të thua shka mundësi, më nëzirë koston reale, sa është koston reale e kësaj djegje. Po që nga i pastru, se dikush i pastroj, se këto në fakt janë të padukshme, po këto që jamëra kush i pastroj. Shumë vërtet. Nuk dini se arritën bashkë për të... Shumë sqaruese dhe shtjaruese. Inxhinier, të falenderoj shumë për këtë bisedë. Unë të falenderoj sepse juve në fakt edhe këtu përndaj të vjetërsia në dojë të vërtet. Orë kjo dhe të pedana ose starti për të nisur një epokë të re në termoizolimin e pallateve në Tiranë.